Përshëndetje. Historia që po do të ndajmë sot është një rrëfim i thellë mbi dashurinë, sakrificën dhe kuptimin e vërtetë të familjes. Hajrie ishte një nuse e re, e martuar me Alfons, një djalë i ëmbël dhe i kujdesshëm. Jetesa e tyre ishte e qetë deri në ditët kur sëmundja e vjehrit, Agim, filloi të rëndonte mbi familjen. Hajrie, e pavendosur dhe me pak përvojë në sfidat e një familje të zgjeruar, refuzonte të merrte përgjegjësi për kujdesin e tij, duke menduar se kjo ishte detyra e Alfonsit dhe e grave të tjera më të përvojshme. Por një ditë, ndërsa kujdesej me ngurim për Agimin për shkak të një udhëzimi emergjent nga Alfons, Hajrie zbuloi diçka që ndryshoi tërësisht qëndrimin e saj. Vjehri i saj, larg pamjes së rreptë dhe të ashpër që tregonte përballë të gjithëve, kishte jetuar një jetë të mbushur me sakrifica dhe dashuri për familjen, duke fshehur shumë sakrifica personale dhe mundime të mëdha për të siguruar të ardhmen e fëmijëve dhe mbesave të tij. Ky sekret i pazbuluar. Kjo histori e një njeriu që kishte vuajtur në heshtje, preku zemrën e Hajries. Ajo kuptoi se përkundër pamjes së fortë, Agim kishte nevojë për kujdes dhe dashuri. Dhe ajo kishte fuqinë të sillte lumturi dhe qetësi në ditët e tij të sëmundjes. Nga ajo ditë e tutje, Hajrie ndryshoi qëndrim, duke u bërë mbështetje e ngrohtë dhe e përkushtuar për vjehrin e saj, duke kuptuar se dashuria dhe respekti për të moshuarit është një nga themelet më të forta të një familjeje të vërtetë. Në këtë rrëfim, jo vetëm që zbulohet thellësia e karakterit të vjehrit Agim, por edhe transformimi i Hajries, një nuse që mësoi se dashuria dhe kujdesi nuk janë thjesht detyra, por mundësi për të kuptuar dhe çmuar sakrificat e të tjerëve. Zbulesa që ndryshoi gjithçka. Hajrie u zgjuar herët në mëngjes, si çdo ditë tjetër. Por diçka në shtëpinë e Alfonsit sot duke e rënduar. Drita e diellit depërtonte në dhomën e ditës, ku vjehri i saj, Agim, qëndronte ulur në karrige, me fytyrë të lodhur dhe duar të mpira nga mosha dhe sëmundja. Për Hajrien, ndjenja e pakënaqësisë dhe ngurimit për të kujdesur për të ishte e fortë. Pse duhet unë të merrem me të? Mendonte ajo, Alfonsi është burri im, nuk mund të bëj ai gjithçka. Dita nisi me tension. Hajrie përpiqej të shmangte kontakti me Agimin, duke shkuar nga një detyrë në tjetrën, ndërsa vjehri shikonte me sytë e tij të lodhur dhe të heshtur. Alfons e kuptoi tensionin dhe me butësi i tha, Hajrie, e di që nuk është e lehtë, por Agimi ka nevojë për ndihmën tënde. Nuk është vetëm një detyrë, është dashuri. Hajrie e dëgjoi, por zemra e saj ishte akoma e ngurtë. Ajo mendonte për vetveten, për ëndrat e saj dhe për një jetë pa barë shtesë. Megjithatë, kur shikoi Agimin duke u përpjekur të ngrihej nga karrigia dhe duke u rrëshitur në mënyrë të pasigurt, diçka brenda saj u zbe. Një ndjenjë e çuditshme përgjegjësie filloi të rrënjoset brenda. Disa ditë më vonë, kur Hajrie ishte e detyruar të qëndronte pranë Agimit për shkak të një hethe të papritur, ajo zbuloi diçka që e la pa fjalë. Duke rregulluar jastëkun e tij, ajo gjeti një sirtar të fshehtë ku Agim ruante letra dhe dokumente. Në to ishin shënime të vjetra, fotografi të familjes dhe mesazhe që rrëfenin sakrificat e tij të mëdha. Ditë dhe net të punuara për të mbajtur familjen, borxhe të fshehta që kishte paguar vetëm për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe mbesat e tij. Çdo fjalë në ato letra fliste për dashurinë e tij të heshtur, për durimin dhe për kushtimin që kishte treguar gjatë gjithë jetës. Hajrie, e prekur thellë, ndjeu lotët duke i rrëshitur pa zë mbi faqet e saj. Tani ajo kuptoi se nuk kishte të bënte me detyrën, por me respektin dhe dashurinë që çdo njeri meriton, sidomos kur jeta e tij ka qenë një rrugtim i mbushur me sakrifica. Në atë moment, një ndryshim i brendshëm ndodhi tek Hajrie. Zemra e saj e ngurtë filloi të zbutet. Ajo kuptoi se Agim nuk ishte thjesht një vjehër i sëmur. Ai ishte një hero i heshtur i familjes, një njeri që kishte dhënë gjithçka pa pritur asgjë në këmbim. Në këtë pikë, rrëfimi nis të marrë drejtimin e një transformimi të madh, jo vetëm të Hajries, por të gjithë familjes. Ajo ishte gati të mësuarit se dashuria dhe respekti nuk matet vetëm me vitet, por me sakrificat që bëjmë për të tjerët dhe për mirëqenien e tyre. Transformimi i Hajries dhe lidhja e re familjare pas zbulimit të fshehtë të vjehrit Agim. Hajrie nuk mund të vazhdonte më si më parë. Çdo mëngjes, ndërsa dielli depërtonte në dhomën e ditës, ajo ndjente një përgjegjësi të re brenda vetes. Nuk ishte më ngurim, por një dëshirë e vërtet për të ndihmuar. Ditët e para ishin të vështira. Agimi ishte i sëmur, her pas here i lodhur dhe i irrituar nga dhimbjet, dhe Hajrie ndjente pasiguri. Por çdo gest i vogël t'i jepte ujë, t'i ndihmonte të ngrihej, t'i ndryshonte batanijet dhe bënte zemrën e saj të ndihej e mbushur. Ajo filloi të kuptonte se kujdesi për dik nuk është vetëm një detyrë, por një mundësi për të treguar dashuri dhe respekt. Alfons, i lumtur nga ndryshimi i Hajries, e mbështeste në çdo hap. Po e sheh Hajrie, i thoshte ai,
Çfarë mund të bëjë dashuria kur I japi mundësi zemrës të flasë? Këto fjalë ngronin shpirtin dhe inkurajonin të qëndronte pranë vjerrit. Një ditë, ndërsa Agimi ishte më I qetë, ai e thiri Hajirien pranë vetes. Me zërin e tij të butë, tha: "Hajrie, nuk e dija se do të kujdesesh kaq shumë për mua. Fëmijët e mi janë me fat që të kanë ty në familje." Hajrie ndjeu lotët që I rrëshitën mbi faqet e saj. Tani ajo kuptoi se ajo që kishte refuzuar dikur ishte më e vlefshme se gjithçka tjetër, lidhja njerëzore, dashuria dhe mirënjohja që nuk kërkon asgjë në këmbim. Ditët kaluan dhe marrëdhënia e tyre u forcua. Hajrie mësoi për historitë e vjetra të Agimit, për vështirësitë që kishte kaluar dhe për ëndrat që kishte pasur për fëmijët dhe mbesat e tij. Çdo rrëfim I tij ishte një mësim për durim, sakrificë dhe dashuri pa kushte. Në këtë fazë, Hajrie filloi të kuptonte se transformimi I saj nuk ishte vetëm një gjest I dashurisë për Agimin, por edhe një udhëtim I brendshëm për të. Ajo mësoi të respektojë historinë dhe përpjekjet e atyre që I paraprin, dhe kuptoi se familja nuk matet vetëm me gjak, por me përkushtim, kujdes dhe dashuri të ndërsjellë. Përmes kujdesit të saj, Hajrie jo vetëm që ndryshoi jetën e vjerrit, por edhe vetë jetën e saj, duke gjetur një forcë të re, një dashuri të re për familjen dhe një kuptim më të thellë të marrëdhënieve njerëzore. Mrekullia e dashurisë dhe mirënjohjes ditët dhe javët kalonin, dhe Hajrie tashmë kishte gjetur ritmin e kujdesit për vjehrin Agim. Çdo mëngjes e nisnin së bashku, ajo I përgatiste mëngjesin e ngrohtë, ai tregonte histori nga rinja e tij, dhe kështu krijohej një lidhje e veçantë, e mbushur me respekt dhe dashuri të ndërsjellë. Një pasdite, Agimi ul pranë dritares dhe shikoi për te oborrit të shtëpisë. Zëri I tij I qetë dhe I dridhur thiri Hajrien pranë. "Hajrie, kam jetuar një jetë të gjatë dhe kam parë shumë gjëra, por kur nuk kam ndier këtë qetësi dhe gëzim që ndjej tani, kur të kam pranë." Hajrie u prek thellë. Ajo kuptoi se sakrificat e vjetra të Agimit nuk ishin thjesht gjurmë të së kaluarës, por një trashëgimi e dashurisë që kishte mbushur jetën e familjes me kuptim. Lotët e saj ranë mbi duart e tij dhe një ngrohtësi e veçantë mbushi dhomën. Në këtë moment, edhe Alfonsi kuptoi fuqinë e ndryshimit të Hajries. Ai e mbajti dorën dhe I tha: "Çdo gest I vogël ka rëndësi, Hajrie. Çdo kujdes që I ke dhënë ka krijuar një mrekulli të vogël këtu, në shtëpinë tonë." Agimi e shikoi me sy të ndritshëm dhe tha: "Jam mirënjohës për çdo ditë, për çdo moment. Hajrie, ti nuk je thjesht nuse, je një engjëll për këtë shtëpi." Këto fjalë I mbushën zemrën Hajries me një lumturi të thellë dhe një ndjenjë të paçmuar të përkatësisë. Ajo mësoi se dashuria nuk është vetëm për ata që duam, por edhe për ata që kanë nevojë për ne, dhe se një veprim I vogël mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë. Në fund, familja e tyre u bë më e fortë dhe më e lidhur se kurrë. Hajrie, Alfonsi dhe Agim ndanë çdo ditë me respekt dhe dashuri, duke kuptuar se kuptimi I familjes nuk është vetëm të jesh pranë njëri tjetrit, por të kuptosh, të falësh dhe të përkujdesesh me zemër të hapur. Kjo histori nuk është vetëm një rrëfim për një nuse dhe vjehrin e saj, por një kujtesë për të gjithë se dashuria, mirënjohja dhe sakrifica e heshtur mund të krijojnë mrekulli të vërteta në jetën e njerëzve që duam.